këtë fushën tënde. Kam lexuar dy gjëra për urrëtien e madhe që kanë ndaj gjuhës shqipe. Dhe kjo urrëtie që kanë projektuar tuajt është trirë dhe në këta të akademisë tonë. Në fillim kanë qenë disa lidera që e kanë bërë me qëllim, siç mund të jetë Çabej ose ku e diun, dhe pastaj këta të tjerët ka ecin kështu pas Beriajt, ky është kokë e madhe, është korife. Një rast është kur Alariku ju vërsul Romës 410 mos gaboj, pas Krishtit, dhe ka qenë perandor Teodosi atje, dhe kur vajti ky ju lutën këta, i dolën me papat e me këta, mos e shkatro Romën, ishte perandori Vizigotëve. Edhe midis tjerave ky ju bëri ca kërkesa, do paguani kaq araçe, kaq kështu e kaq ashtu, dhe midis tjerave i tha, nuk dua që të dëgjohet gjuha shqipe në kancelari, në ato. Pra, një urrëtie e madhe për gjuhën shqipe që në atë kohë nga Vizigotët. Rasti i dytë është kur Sultan Mehmet Fatiu Pushtuesi pushtoi me 1453 Konstantinopolin, Stambollin e sotëm. Ai 3 ditë i la të bënin plaçk turqit dhe mbas 3 ditësh thiri këta të administratës lokale se s'dinin këta të mbanin pastërtinë, kanalizimet, ujësjellsat, nuk kishin eksperiencë turqi.